opozita me një inat do të thoja iracional. Ka vendosur që të mos marrë pjesë në votim, duke vepruar kështu në shpërputje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, të cilin e kemi përmendur, por për cilin edhe ju jeni në dijeni. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë të përgjegjshëm dhe të veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Edhe përkundër faktit që kanë kaluar 3 javë, ne ende nuk kemi përgjigje nga gjykata kushtetuese, duke pasur parasysh që konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Urojmë që gjykata kushtetuese të veprojë në përputhje me rrethanat dhe që sa më parë të nxjerrë vendimin mbi këtë çështje. Siç kemi thënë, ne kemi dërguar komente në raport me të njëjtën, prandaj presim që sa më parë të kemi një vendim mbi këtë çështje.